Adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe tonë artmoshën, ku do qeni duke na shikun këto qaste, Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se vini në këtë ambient fenomenal të Shaninushit, në këtë ditë të dashuruarve, ku gjirën e 20 edicionit si vjetëm të elitës së basketbollit tonë, po e fillojmë me përballjen vllazënimi Sigal Prishtina dhe me ju sonte jam unë Agon Femiu. Vitin e kaluar këto dy skuadra kanë luftu për trofe, janë takuar edhe në finalin e madhe të Ligës Unike, ndërsa si vjet punë nuk i kanë mirë as pak, po luftojnë për t'ju shmangur fundit të tabelës. Vllazënimi është aktualisht i 7 dhe i parafundit me vetëm 6 fitore, 13 humbje, kurse skuadra më e trofeshme gjitha kohëve Sigal Prishtina po përjeton një nga krizat më të rënda në histori dhe renditet e 6 me vetëm 8 fitore, 11 humbje, sa ka dhe ylli në pozitën e 5. Mirë po është interesant të themi se Prishtinën e ndajmë vetëm 2 fitore më shumë nga Roveci fundit dhe vllazënimi para fundit, por nga ana tjetër është vetëm 1 fitore larg Borës së 4 dhe 2 fitore larg PS, e cila renditet e 3. Sot gjyqtar kryesor është Gjelan Mumini me ndihmësit e tij Erzen Haxhanin dhe Egzon Malokun. Pra, është kjo ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja skuadrat, dhe sidomos për Kuqezin që me ngulm kërkojnë të shkëputën nga pozita e parafundit dhe të sigurojnë play-offin, kurse për Prishtinasit që të rikthehen në formë dhe të shmangën zonës së rrezikshme. Të dy skuadrat sonte po hynë me motiv që të këndellën nga disfatat e dhimbshme të psuara vikendin e kaluar. Dorand Hana pas dorëheqjes së Gültekin Selimit e ka marrë rolin e kryetrajnerit, e në anën tjetër pra Dublević është Dušan Dublević Malazezi në vend të Mihajlis Kakiusisit, i cili pra e udhëhoqi skuadrën e Prishtinës deri para 7 ditëve, 8 ditëve. Vllazënimi javën e kaluar thash psoi disfat dramatike në sekundat e fundit të derbit fundit tabelës kundër Rovecit në Mizair Isma. Ishim së bashku në duel për infarkt kuvreshtarët përmes 2 gjuajtjeve të lira të Kentrell Pullianit. 36 sekunda para fundit të duelit realizuan e përsinë e parë në ndeshje, e cila doli të jetë edhe vendimtare. Rezultati final 84 me 82, që ishte disfata e 13 e Kuqezinjve. Shkojme edhe me prezentimin e lojtarëve. Arbër Sinani, kapiteni i ri Prishtinasve, ish lojtari vllazënimit me numër 0 Adrio Belli, 3 Jon Ismaili, 5 Altin Morina, 6 Valmir Kakruki, 8 Elijah Clarence, 10 transferi ri Alex Lomax, ish playmakeri i Borës, 12 Dion Haxhosej, 13 Glauk Hoti, 14 Liri Zeneli, 33 Kelby Kramer dhe numër 44 Don Poloshka. Në anën tjetër vllazënimi sonte paraqitet me kapitenin Ati Koshi, numër 11, me numër 1 Ziggy Reed, 2 Ambri Bedra, numër 4 Arvin Rushiti, me numër 5 Derek Wilson, numër 6 Terren Todd, non Jericho Helms, 10 Joranei, 21 Samir Zekici, 55 Ronda Syla, pra trajner Dorand Hana.
Pra, disfata nga Roveci ishte humbje e dhimbshme dhe rënd për vllaznimin. Të ndëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Pra, disfata nga Roveci në Mizajrisma ishte humbje dhimbshme dhe rënd për vllaznimin për dy arsye. E para sepse vllaznimi ka udhëheq gjatë tërë kohës për plot 39 minuta me maksimumin deri në 18 pikë plus, e në fund e lëshoi fitoren nga duart. Dhe arsyeja e dytë, fakti i dytë është sepse disfata erdhi nga rivali direkt për mbjetesë Roveci, i cili kështu barazua me bilanc të fitoreve dhe humbjeve me vllaznimin. Madje tash ka përparësi në përballje direkte me 2 fitore dhe vllaznimi e ka 1 këtë edicion. Si vjen vllaznimi dhe Prishtina janë ndesh 2 herë deri tash dhe të dyja ndeshjet i fituan Prishtinasit me 16 nëntor këtu në Shaninushi. Prishtinasit u triumfuan me rezultat 91-86, fal Adrio Bellit dhe shoqës së tij të shkëlqyeshme 20.7 kërcime. Don Polloshka Ariana Zemi, dyshja e cila i solli vllazimit trofeun e parë pas 29 viteve, u kthye për herë të parë në Shaninushi aso kohe. Doni luajti me 11.6 asistime, kurse Azemi shtoi 13.5 kërcime sonte. Vllazimi starton me Wilsonin, Hellemsin, Anein, Koshin dhe Dasylën. Në anën tjetër Sigal Prishtina do të startoj me Bellin, Morinën, Kakrukin, Elijah Clarensin dhe transferin e ri Alex Lomaksin. Dueli i dytë u zhvillua me 20 dhjetor në Prishtinë, ku Sigali po ashtu triumfoi 74-68 dhe përsëri ishte Adrio Belli kryesorin fitore, kësaj radhe me double-double, 21.12 kërcime, kurse organizatori Burns kontriboi me 10 pikë. Te vllaznimi i rikthyer nga edicioni i kaluar dhe ylli skuadrës Jericho Helms ishte fenomenal me 29.6 kërcime, mirë po kjo nuk mjaftoi. Kështu kjo përballje si vjet është e treta dhe do ta shohim nëse do të jetë e treta e vërteta për Kuqezin që synojnë fitoren e parë si vjet ndaj Prishtinasve, apo Bardhe Kaltrit do ta vazhdojnë dominimin e tyre si vjet. Në ekranet e juaj po i shohim, pra kemi Don Polloshkën dhe Arbër Sinanin, po ashtu edhe Ariana Zemi, i cili është edhe mëtej i lënduar, pra treshja e cila vitin e kaluar kontribojnë në suksesin e madh, trofeun e parë të vllaznimit pas 29 viteve të parin pas luftës. Nga vllaznimi u transferua në Prishtinë, ndërkohë që Jon Ismaili, i cili në vjesht luajti për vllaznimin si huazuar, u rikthye në Fole. Dhe tani faktikisht kemi 4 ish-lojtar të vllaznimit tek Sigal Prishtina sonte përballën me ish skuadrën e tyre, kampioni në fuqi i Ligës Unike vllaznimi. Pra, është trofeun e parë pas 29 viteve, fitoi pikërisht kundër Sigal Prishtinës në atë finalen historike dhe dramatike, ku dyja këto ekipe synonin t'ja bënin sefte titullit kampion të Ligës Unike. Kuqezin për të fituar trofeun e parë pas gati 3 dekadave, ndërsa Prishtina për ta dërguar në sirtarin e vet të vetmin trofe, i cili po i mungon edhe mëtej. Këto dy skuadra vitin e kaluar patën një rivalitet të jashtëzakonshëm, pasi në pjesën e rregullt i kanë nda nga 2 fitore, dhe sikur se thash u takuan edhe në finalin dramatike të Ligës Unike, ndërsa krejt në fund u ndeshën edhe në çerek-finalen e play-offit. Shumë lëkundje, shumë lëvizje ka pasur, shumë gjare ka ndodhur si vjet të vllazimi, por edhe të Prishtina, të cilat nuk janë në situatë të mirë asnjëra për këtyre skuadrave. Prishtina City ndan rrugët me trenerin Kakiuzis dhe angazhuan malazezin Dušan Dublevićin, i cili ka drejtuar sutjeskën e Nikšićit dhe Teodon e Tiftit, ndërsa ka garuar pra me këto dy skuadra në ABA League. Dublević në të kaluarën ka qenë edhe asistent tek kombëtarja A e Malit të Zi dhe njihet si treneri i cili kultivon mbrojtje shumë agresive. Gjithashtu, Prishtina si të liruan edhe Halil Diuksin,
i cili u transferuan në fillim të vitit, mirë po nuk i plotësoi pritjet dhe angazhuan ish playmakerin e Borës Alex Lomaksin. Shikuar në përgjithësi në 4 ndeshjet e zhvilluara si vjet, sepse Prishtina dhe Vllaznimi janë ndeshur edhe në kuadër të çerek finaleve të Kupës Kosovës dhe Prishtinasit fituan duelin e parë këtu, çerek finalin e parë këtu në Shaninushi me rezultat 82-68, dërsa në debutimin e tij me Vllaznimin në Prishtinë, trajneri tashmë ish trajneri Gültekin Selimi e mposhti Prishtinë 74-69, mirë po rezultatet dhe sidomos humbja e fundit nga Rahoveci bëri që në marrëveshje të dyanshme trajneri Gültekin Selimi dhe Vllaznimi të ndajnë rrugët, por lajmi i fundit është se ish kryetrajneri i Vllaznimit Selimi sot është angazhuar nga ana e PES, ku do të jetë ndihmës trajner. Puna e mirë të cilën e bën Gültekini është shpërbyer dhe ai megjithatë do të jetë pjesë e Superligës, kësaj radhe si ndihmës trajner. Çdo gjë është e gatshme adhurues të basketbollit. Atje pak po i flihet Joranejt. Jericho Helms, arma kryesore e Vllaznimit me 20.6 kërcime e 3 asistime. Trajneri i ri Malazezi Dublevic, çdo gjë e gatshme adhurues të basketbollit për duelin e parë të Gjiros 20 në këtë ditë të dashuruarve këtu në Shaninushi. Topi i parë për Vllaznimin, Wilson Helms hapet atje. Bloki Anejt për Ati Koshin, kapitenin, ka Kruki dhe Anej depërton në tentimin e parë, nuk realizon më i larti në kërcim. Adrio Beli, arma kryesore e Prishtinasve me 18.6 kërcime dhe 2 topa të vjedhur. I hatashëm është në vjedhjen e topave Adrio Beli. Lomaks për ka Krukin, i cili depërton dhe pikët e para për Prishtinasit i realizon. E përsia e parë për mysafirët. Anën tjetër përgjigjet edhe Anej. Dueli ka Kruki Anej, do të shohim shumë sonte. Joranej, i cili ka një mesatare për 11.6 kërcime. Lufte Wilsonit, për paksa nuk ja volli topin Lomaksit, pick and roll atje me ka Krukin, shkon për Adrio Beli nga 8 metra, tenton dhe treshën e realizon. Adrio Beli ka një efikasitet prej 38% për 3 pikë, është i hatashëm Adrio Beli. Kërkojnë 2 fishim atje, kërkon mbrojtjet më të fortë Dublevici. Tentim për treshe, e mbylli atje mirë Beli, e blokoj Dasylin, i cili zakonisht në fillim ditë që lën treshe. Beli dhe Dasyla i vetmuar Elijah Clarence, tenton kësa radhe nuk realizon. Helms më i larti në kërcim. Joranej për mrekullit e Wilsoni. Joranej asiston dhe Wilsoni e afron rezultatin përsëri në 1 pikë përsi për mysafirët. Tash kjo është ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja skuadrat. Për Prishtinën për të zënë hapin, për të ngritër në tabel dhe për të shmangur fundit të tabelës. E për Vllaznimin për të këndelur nga ajo disfata e dhimbshme të cilën e psoi javën e kaluar nga Rahoveci në Mizajrisma. Ndeshje në të cilën pati e përsi deri në 18 pikë plus Vllaznimi, por në minutin e fundit Elshoj ishte një qerek i 4 fenomenal i Rahovecianëve, e Puljan në fund me 2 gjuajtje të lira realizoi
e përsin e par dhe atë finale. Joranej për mrekulli, e rikthen e përsin për Kuqezind, e përsia e par. Një seri prej 6-0. Lomax, pikët e para në rikthimin e Alex Lomaxit, i cili vjen nga Zrinski i Mostarit, luajti në elite. Ufa, sa bukur atje! Asistim fenomenal, Joranej fluturon dhe e rikthen e përsin të vllazimi. Tri ndrimet e përsis dhe rëtash. Clarence atje mbrojtje, Emi, sa bukur, Lomax me pasim pra pashpinës, lufton atje Altin Morina. E për gjatë kësaj lufte, e prek edhe topin me kënd, do të jetë topi për Kuqezind. Momentalisht, pra, kemi të lashe me internet dhe nuk kemi internet edhe statistika, andaj edhe nuk po mund të përcjellim. 10-7 rezultati. Lomax pason atje prapa, topi disputueshëm, Ati Koshi lufton me Valmir Kakrukin. 25 vjeçari Alo Qendra, cili erdhi nga Çajiri, ishte pjesë e Prishtinës edhe para 4 viteve, kur 4 shkupjanët vëllezrit Jetmir Lejson Zeqiri, Ares Mehmeti dhe Kakruki erdhen për të qenë pjesë e Prishtinës dhe së bashku me Jan Palokajn. Ishte edhe Don Poloshka, aso kohë, ishte një projekt shumë domethënës, mirë, për i cili nuk u jetësua dhe realizua. Morina ka 14 sekonda për këtë sulm. Kakruki, Clarence, reprezentuesi i Suedi. Sa bukur atje, e faul është kë i Valmir Kakrukit. Atje Gjelan Mumini. I bën me dje bankës që duhet të qetësohet, mos të reagojnë për faul me sulm, sepse sipas referve ishte tentim për me e vjedh topin nga Kakruki, sidoqoftë personale e tij. Helms për Atikun, i cili tenton për 3 pikë, nuk realizon, më i larti në kërcim. Adrobelli dhe është i kujdesshëm, Ronda Syla dit i vjedh këto topa pas kërcimeve në mbrojtje të kundërshtarëve. Është shumë i papërshtatshëm aty Bailey mbi Jericho Helmsin, i cili e pengon Wilson shpejt kundër sulm për Dasylën, për mrekulli, por i shkurtër atje në çastin e fundit. Morina shpejt shkon për Lomaxin. Kakruki me Joranejn. Blokada atje e Joranejt. E blokon për mrekulli. Bananameni Kuqezi, Joranej. E ka një mesatare prej 2 presje, 1 blokadave. Ja, më parë i pati 6 blokada. Joranej në të ndeshin kundër Borës, kur shkërqe. Sa bukur në anën tjetër. Altin Morina asiston. Valmir Kakruki realizon për 10-9. Pick and roll me Joranej. Bukur Dasyla lufton dhe Joranej realizon. I shkëlqyeshëm është Anej.
Altin Morina për Clarensin, depërton për Kakrukin, ka dhe 6 sekunda për këtë sulm, bukur po punojnë. Kakruki realizon për të afruar rezultatin në 12-11, adhurues të basketbollit, ajo që po mundemi me vrejt është se me ardhin e trajnerit Dublevic kemi një sistem dhe për herë të parë si vjet lirisht mund të them se Prishtina ka koncept të lojës. Po din me lujt edhe po e din çka po luan. Mihajlis Kakiusis ndoshta ka qenë legjendë e basketbollit, jo që ndoshta, po ai ka qenë legjendë e basketbollit grek, ka fituar titullin e kampionit Evropës me Greqinë 2005 dhe nën kampion bote 2006 me Helenët, por si trajner ka lënë për të dëshiruar. Shumë, madje shumë. Kakruki për Altin Morinën, i cili Lanson nuk qëllon. Joranej më i larti në kërcim kundër sulmi shpejt. Ronda syla kësaj radhe për mrekulli në asistim të Hellemsit për 14-11. Një qerek i par fenomenal i duelit mes vllazënimit edhe Sigal Prishtinës. Gabim në hapa nga Morina dhe Arbër Sinani do të inkuadrohet në loj. Dërgohet Altin Morina, kapiteni i ri i Prishtinasve. Arbër Sinani ish Kuqezi së bashku me Don Polloshkën dhe Arjan Azemi në lënduar, mungojnë. Jericho Hellems bombardon dhe e përsin më të lartë realizon Jericho Hellems. Time-out kërkon Dublevici, nuk lejon që të vazhdon edhe më shumë kjo seri. Edhe një herë, ishte kjo asistimi fantastik i Wilsonit. Por Joranej, po shkëlqen Joranej në fillim. Edhe më tej nuk kemi statistika adhurues të basketbollit. Ekipi në teknik është duke punuar. Jericho Hellems 5 pik dhe 3 kërcime. Në anën tjetër, ai i cili është duke dominuar është Joranej me 8 pik. I hatashëm është Joranej. Nga 17 pikët, gati gjysmën e pikëve të skuadrës së vllazënimit. Qendra 208 cm shane, në anën tjetër të Sigal Prishtina është Valmir Kakruki. Kemi një duel mes të këtyre dyve. Lomax përballë ka Dasylen, mbrojtje mirë e Ronit i cili e mbyll korridorin, mirë po nuk mbyllet në anën tjetër. Adrio Bailey, i cili përgjigjet në treshën e Hellemsit me treshe, 2 bombarderët, 2 snajperistët më të mirë të skuadrave, se cili realizon nga një treshe, fauli Lomaxit, e mbyll mirë atje Jerry Hellems, Lomaxin. E detyron që të shkakton personale. Wilson, anej me blok bukur atje, Ivet Muar. Aj, sa bukur e bën me akrobacion mirë, por nuk realizon Jericho Hellems. Mbrojtje e mirë e Arbër Sinanit.
Dy është bashkëtarët vitin e kaluar, ja din dhimtat Arbër Sinani, Jerry Hellemsit, topi diskutueshëm. Sa rolli i takon vllazimit, do të jetë pikërisht Jerry, ai i cili do ta arrivoj topin. 11 sekonda për këtë sulm. Hapët atje Wilsoni për me kulli, mirë po nuk realizon. Ai larti në kërcim Clarence, e kërkon topin Sinani, Clarence nuk po e ngrit kokën. Ja, tani e po Sinanin mas një 10 sekundave. Lëvizje mashtruese e ti Arbër Sinani, depërton, tenton, nuk realizon, por Kakruki lufton për mrekulli, i ngriti në hava të gjithë, lufton i pa kompromis nërkosh është Valmir Kakruki për 17-16. Sonte definitivisht Valmiri, po shosh një pelloja e më të mira, 8 pikë të Valmirit, i cili ka dhe 2 kërcime në sulm. Elijah Clarence, më i miri në kërcim. Adrio Bailey për Arbër Sinanin, i cili bukur atje e mbyll, i bën vetës një autoblok, e lë prapa vetës Joranein për të rikthyer epërsinë e Prishtinasve minimale, kur ka mbetur edhe 1 minutë e 15 sekonda deri në fund. Ishte epërsia më e lartë e vllazimit, prej 6 pikëve pas treshës Hellemsit, në çka reagoi trajneri Dublevic, duke kërkuar time-out, dhe pas atij time-outi u kthyen me treshën e Baileyt, i cili e nisi serin prej 7-0 të Prishtinasve dhe minusin nga 6 pikë minus e rikthyen në epërsi minimale prej 17-18 pas këtyre 2 pikëve të kapitenit Arbër Sinanit. Bailey, 6 pikë të ti, ka dhe 3 kërcime. Të gjitha 6 pikën ti ka realizuar nga 3. Kakruki ka 8 pikë, 2 kërcime, të dyjat në sulm. Sa në anën tjetër, pra, te vllazimi, lojtari kryesor është Joranej me 8 pikë dhe Jerry Hellems, i cili ka 5 pikë, 3 kërcime, ka dhe atë asistimin e bukur që e bëri. Çdo që e ngusht edhe më tej në Shaninushi, të dyja skuadrat, pra, që në epërsi maksimumin Prishtinasit e patën 1 në 3 raste. Bukur depërton dhe epërsin e rikthen pas ti time-outit Dorant Hanës, Jerry Hellems. Mirë është duke udhëheq skuadrën e ti Dorant Hana, e ka udhëhequr edhe kundër PES, me njerë pas vitit të ri dhe pa të shënuar fitore. Lomax, sa bukur depërton, Bailey e sheh atje në kënd, Bailey nuk zhuan, e komplikon atje. Da Syla në qintat e fundit tenton dhe nuk realizon. Dublevici atje s'ka faj, reagon dhe i hidrohet, se nuk zhuajt i Adrio Bailey, e komplikoj. Nuk ishte i sigur se do të shënon sekundat e fundit të qereku të parë. 1 pikë përsi për vllazimin, Hellems se ka topin për koshin. Atiku për Dasulën, kuqe e madhe, edhe 4 sekonda, në anën tjetër, për mrekulli, realizon Altin Morina, me këte baseball pasim në tër fushën, 19-20, me gjithate në funde përmbyll qerekun e parë me 1 pikë përsi skuadra Mysafire. Në 3 raste pati e përsi Sigal Prishtina, kjo e përsia për herë të 4 sonte. Shkojmë me blok të marketingut, e më pas këthejemi në Shaninushi. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që e kemi bo. Ua,
Eria, çfarë dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kallzon pak për ta. Që për shembull, mundesh me ble çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Që? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, ma veç pak të kënaqet pjesë. Me t'bli pa interes, me t'ziu ne po pres, shumë let me pagu, a jeti tungu. Ha, qështu do? Top. Hej, a ja luj mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo. Paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life. Kthehemi adhurues të basketbollit. Përsëri në Shani Nushi, çereku i parë 19 me 21 pike përsi për Prishtinasit. Bukur atje Lomax për herë të parë në lojë sonte është Rushiti. Gasyla, Zigerit po ashtu i cili zakonisht ngritet nga banka rezervë. Për mrekulli depërton Samir Zekishi, atje kërcen dalet në mënyrë të paluar nga Arbër Sinani. Shtat pikë të Elemsit, 8 pikë të Joranit, adhurues të basketbollit. Momentalisht pra kemi dominim të Prishtinasve në kërcime, 13-8, në asistime 7-6. Bukur atje Rushiti, depërton për Zekishin, edhe realizon. Kemi një peshë komplet tjetër tani të vllaznimit në fillim të çerekut të dytë. Të Prishtina në lojan Kramer. Oho, çfarë topi Lomaxit për Kelby Kramerin. Thot Lomax Fajim. Todd atje për Gasylen, luan me këm Altin Morina, atë që po e vrejmë të trajneri Dublevic është se shumë po ju beson më tepër se sa lojtarëve vendor, se sa Kakiusi, si cili lunte me pas mujt me 5 lojtarë të huj, shumë më tepër angazhon lojtarët vendor. Dublevici në një moment parës patëm 3 vendor, Sinanin, Morina dhe Kakrukin. 21 me 20 vazhdon 2 sulmet e fundit të Prishtinasve ishin të pasakta. Lomax për Altin Morinën. Kramer pick and roll futet në brendi atje, kërkon topin, 2 fishohet nga Zekici dhe Helms. Arbër Sinani tenton, nuk realizon, por Kelby Kramer ja vjedh topin Tarin Todd nga dora. E me këte ne vrikosit pak Malazezi Dublevic. Kërkon nga Krameri që ta ruan topin pak më mirë. Kelby Kramer
Qendra e gjatë 213 cm. Ka luajtur në Lovçen të Malit të Zi. Aty ku ishte trajner dikur Zoran Karqellani Borës. Todd për ballë ka Lomaksin. Kramer. Personale e Kramerit nuk i lejon Tarin Toddit që të deporton deri në fund dhe të realizon. Ja dhe Tarin Todd është kjo ndeshja e 8 e tij për vllazënin si vjet. Ka një mesatare prej vjetprisi 5 pikëve dhe 4 kërcimeve. Herën e parë i pasakt nga tentimi i tij i parë. 74% të efikasitetit të gjuajtjeve tira ka Todd si vjet. Herën e dytë realizon, e ngrite përsi në 22-20. 2 minuta e gjysmë, loj po kalojnë në çerekun e dytë dhe Prishtinasit ende nuk kanë realizuar pikë. Doran Hana mund t'ju them se po e udhëheq vllaznimin për mrekulli deri tash. Lomax, lëvizje mashtruese Arbin Rushiti, shkakton personale. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Lomaxin. Alex Lomax, kur ka qenë te Bora, e ka pas një mesatare prej 15 presje 3 pikëve në 20 ndeshjet e zhvilluara, ndërsa tash playmakeri vjen te Prishtina nga skuadra Zrinski e Mostarit. Normalt pikë 5 kërcime, 5 asistime, i pati në 8 ndeshje. Ky djalësh, herën e dytë, kuq gjithashtu të 2 gjuajtjet e lira të pasakta nga Alex Lomax. Ziggy Reed, 2 fishot nga Adrio Belli atje, Rushiti atje, Enzori Sakiqi është i pasak, tenton edhe vetë Rushiti i pasak edhe ai Ziggy Reed, dalet në mënyrë të paljuar Lomaxin nga Samir Zekiqi, kërkon atje faulli sportiv trajneri Dublević. Mirpo këto tentimet në top. As që bëhet fjalë për faulli sportiv. I thot Gjelan Mumin, nëse do të rishikojmë, mund të rishikojmë, hajde po e rishikojmë. Pas rishikimit të situatës, pra mbeten pranë vendimit para prak, se faulli ishte normal i Zekiqit, pra nuk bëhet fjalë për faulli sportiv. Aty kemi Dorant Hanën me Limsin Driton Racin, drejtorin sportiv Shkumin Kumnovën, të cilë kanë marrur drejtimin e skuadrës. Lomax e nxerr te Adrio Belli. Sa bukur atje Adrio Belli, lansën të shohim. Faul në sulmi Kelby Kramerit. Njëherë më duk që ishte Jericho Helmsa i cili kishte shkaktuar faul, mirë po jo. Në pyetje ishte varja e Kelby Kramerit në krah. Atje ja po mundsoj kërcimin Hellemsit. Betet 22-20, 3 minuta, më shumë se 3 minuta e gjysmën, nuk kemi asnjë pikë të shënuar, 3 topa të humbur të Prishtinës dhe 5 gjuajtje nga loja të huqura. Nga
Da Syla do të rikthehet në lojë. Rushiti largohet. I dha ritëm lojës Arvin Rushiti, po kënaqur me zëvendësimin. Dëshiron të ketë më shumë minuta Arvin Rushiti. Ka një mesatare për 18 minutave në lojë, në 5 ndeshjet e deri tash me Rushiti. E për këto 18 minuta ka mesatare për 2 pikëve. Adrio Belli lufton atje, Morina i pa suksesshëm në tentimin e tij pas kërcimit në sulm. Todd i vetmuar tenton, nuk realizon topit e Lomaxi kundër sulmi shpejt. Sinani. Nuk bëhet fjalë atje për faul në sulm. Tarin Todd nuk ishte i vendosur me 2 këmbë. Lojtari me numër 6, pra e shikon numrin e Fanelës. Do të rikthehet në lojë Kakruki, ishte fenomenal në çerekun e parë. Për 8 minuta lojë, 8 pikë, 2 kërcime, të dyat në sulm. Edhe pas atyre kërcimeve në sulm edhe realizoi pikë, 4 pikët e tij. Sinani i vetmuar, tenton për 3 pikë. Arbër Sinani, pas saktësisht 4 minuta 20 sekondave lojë, vin pikët e para të Sigal Prishtinës nga Ish Kuqeziu. Arbër Sinani tash kapiteni i Prishtinës, i cili në tentimin e tij të parë për 3 pikë realizon 5 pikë të Arbër Sinanit, i cili ka dhe 2 kërcime, 1 asistim. Është kjo hera e 8 që e Persia ndron on, ndërsa është interesant të themi se rezultati deri tash është barazuar vetëm një herë. Kjo është hera 2 që barazohet rezultati. E 24 me 23 për herë të 9, pra ndron e Persia on. 5 minuta e 25 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Adrio Belli me 2 treshe. E tani ka vendosur Dublevici që të sulmon me 3 piksha. Pas treshës së Arbër Sinanit është kjo treshja e 4. Da Syla për mrekulli e vjedh mirë, po Kakruki i vëmendshëm atje. 24 me 28. 10 pikë të Kakrukit. Betejë e madhe mes të Arbër Sinanit dhe Samir Zekishit. Da Syla. Sinani. Personalja e dytë e Arbrit. Kërkon 3 sekonda atje Arbri. Ose bëhet fjalë për 3 sekonda. 24 me 28 deri tash 2 pikë të Samirit në atë depërtimin e tij. Për herë të parë në vijën e gjuajtjeve të lira. Ka të lashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira Samir Zekishi. 58% të efikasitetit si vjet. Prishtina si të kam plotsu bonusin. Sonte 100% efikas, i realizon të 2 gjuajtjet e lira, 26 me 28. Për herë të parë sonte në lojë Don Poloshka, edhe një lojtar Kuqezi. Është i lënduar Doni, andaj edhe ka të lashe me krahun, vazhdimisht për kundër lëndimeve të shumta si vjet, ka bërë sakrifis të madhe Don Poloshka dhe i lënduar ka luajtur atër kur i është dashur skuadrës së tij. Helms për mrekulli depërton Sinanin dhe Bellin në fund e kalon dhe rezultatin në 28 me 28 e barazon. Personale e Ronit, Da Sylës,
4 minuta deri në fund. Rezultati I barabart. Clarence ka Kruki pick and roll atje, por Clarence kush me qu kokën. Blokade Joranejt. Elijah Clarence, reprezentuesi I Suedis. Në të vërtet, kur po e merr topin, nuk po ishe lojtarë tjerë. I vetmuar pra pas ati pick and rollit ka Kruki shumë shpejt u rrethrotullua për I rollingun, u hape kërkoj topin. I vetmuar ishte edhe Adrio Bailey dhe Sinani. Helms për mrekulli atje. Sinani jadin dhimbjet dhe pikat e dopta Helmsit dhe po luan pressing e tij. Derek Wilson tenton me 3 pik, nuk realizon. Bailey I vetmuar Poloshka, por nuk po e shohin atje. Clarence personale e Ronda Syllës tregon atje se I hapi kratë të shofim. E patë edhe ju vetë. Drejtëm ju thonë, mu nuk mundu që ishte faul. Repse Dora Bryli ishte poshtë mirë, po e tërhoqi nuk pati kontakt që me ndal Elijah Clarencein, si do qoftë referi e pa nga këndi ti, e pa ashtu dhe e ndërshkoj me personale Ronda Syllën, ishte personale e pare Ronit. Clarence, një echelon të tjetrën e huq, është kjo hera e 10 jubilare që e përsi andronan sonte. 3 barazime deri tash. Jerry Helms me treshe tenton mbyllje e mirë. Ajo që po e vrejmë sonte është me të vërtetë mbyllja e jashtëzakonshme e koshit nga ana e lojtarëve Prishtinas, gjë të cilën në ndrejtimin e Kakiusisit nuk e kanë bërë dhe këtu me të madhe po kontribon Valmir Kakruki, top I vjedhuri Ronda Syllës, I cili depërton blokade Elijah Clarenceit. Mirë, por Aroni lufton, nuk dorëzohet, asiston dhe Jerry Helms me ngulitja aksionin e përfundon. Hera 11 që e përsi andronon. Në anën tjetër aksioni por jetë Clarence për Poloshkën. Doni, pick and roll, ja pra. Sa bukur atje, pa prit fare, me një herë pasoj pas pick and rollit, nuk pret, nuk e komplikon, si kurse Elijah Clarence, I cili e ullë kokën poshtë dhe vazhdon me driblu, kërkon situata 1-1. Jerry Helms largohet. 11 pik e 5 kërcime për Jerry Cole Helmsin. Joranej mbetet me ato 8 pike, 2 blokadat e ti fenomenale. Në anën tjetër, 10 pik të Kakrukit dhe 9 të Adrio Baileyt. Në vine gjuajtjeve të lira, Valmiri, I cili si vjetë ka përmirësu dukshëm ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, s'ka lidhje që e huqit parën, ka 60% në kohën kur ishte në Prishtinë herën e fundit, e ka pas dikun 38-39%, ka pas shumë të lashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. Sa herë I huq të dyjat, 30-29 betet një pike përsi. Time out kërkon trajneri Dublević. Sigrid I heshtur sonte. Ende nuk ka pik nga ai. Wilson, mirë po, mbyllje perfekte nga Arbor Sinani, I cili amundson kërcimin Elijah Clarenceit. Koshi dhe Poloshka, vjet bashkëlojtar tash kundërshtar, Adrio Bailey. I kërkon falje atje Joranej. E goditi në kokë pa hiri, por faulli është faul. 30-31, Bailey do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. 11 pikë të Adrio Bailey tani është ai më efikasi, të dy skuadrat kanë plotësu bonusin. Hera 12 që përsi andronon. Ja, Azemi, një ish kuqezi tjetër.
Altin Morina bëhet gati për të rikthyer në lojë. Adrio Bailey realizon dhe Arbër Sinani, kapiteni, largohet, e kreu punën e tij për mrekulli, luftarak i jashtëzakonshëm dhe me të vërtet rikthimi i tij tek skuadra prishtinase është një plus i madh. 5.2 kërcime dhe një asistim pa humb top. Ka Kruki e ndalë në mënyrë të palijuar Anein. Do të jetë në vijnë e gjuajtjeve të lira, ekzekutuesi i shkëlqyeshëm i gjuajtjeve të lira Joran Ej, së bashku me Jerry Cole Hellemsin, janë dy ekzekutuesit më të mirë të gjuajtjeve të lira. Herën e parë është i pasakt nga vija gjuajtjeve të lira, e tërheq nga loja ka Krukin për shkak të 3 personaleve. Fakt 2 gabime personale i ka Valmiri. Megjithatë e ruan për pjesën e dytë trajneri Dublević. Edhe një herë për mrekulli, atë që bën tandemi Poloshka Krameri. Funksionon edhe një herë 30-34. I shkon në Kramerit me Poloshkën sepse ky djalosh i bën më të mirë lojtarët të tjerë. I ka asistimet për qefi dhe i ka super inteligjente në anën tjetër. Joran Ej me treshe tentoj, nuk realizoj. Clarence organizon sulmin, Dasyla i kthehet do Poloshka. I kërkon që të largohet e thirr atje Adrio Bailey që të vjen bukur atje. Mirë po, Altin Morina shkoj në anën tjetër. S'ka lidhje, Adrio Bailey lufton dhe koshin e çmonton. 30-36 është kjo e përsia tani më e lartë e Prishtinasve. 6+ pati vllaznimin, në anën tjetër faulli Kramerit nga Joran Ej. Kemi një mini seri përsëri prej 0-7 Sigal Prishtinës pas 30-29. To dy gjuajtje të lira. Saj asistimi ai Alehupi, Poloshka Kramer dhe së fundmi Adrio Bailey e përmirësoi vetën, kërceu në sulm dhe realizoi për 30-36, 14 pikë të Baileyt. Time-out ka kërkuar trajneri Dublević. Realizon 31-36, time-out. Sa kanë mbetur edhe 20 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Një seri e suksesshme prej 7-0 Sigal Prishtinës, pas ishte në disavantazh prej 30-29. Pas ati asistimit të bukur të Dasylës për ngulitjen e Jerry Cole Hellemsit. Në 2 minutat e ardhshme, Sigal Prishtina e shtrëngoi mbrojtjen. Dublevići me të vërtet po kultivon një lojë, po jep shumë rëndësi mbrojtjes, pa mundsoj deportimet. E në anën tjetër fillimisht Bailey, asistim të Clarensit realizoi Koshvall, realizoi gjuajtjen e lirë. Pas Poloshka me Kramerin atë Alehupin. Femi Gjeravina, Qaci, bashkëpunëtor madh, Edo Azemi, i cili është kthyer në klub me të birin e tij legjendat, lojtari me numrin më të madh të trofeve në Kosovë, lojtari basketbollisti më i trofeshëm i gjitha kohëve, legjenda e basketbollit Prishtinas dhe Kosovar Edmond Azemi, me 37 trofe të fituar në karrierë. 36 në Kosovë dhe me Prishtinën gjithat dhe një në Island si kampion Islandës me Reykjavikun. 32-36, sekundat e fundit Poloshka
për Morinën. Tenton Altini, nuk ka shënim dhe pjesa e parë mbyllet me rezultat 32-36. Pra, kjo seri prej 7-0 në fund e solli e përsin më të lartë, mirë po u përgjegjë Anemi, 2 gjuajtje të lira dhe Ezbuti, ekipet shkojnë në pauzë me 4 pike përsi. Në pushim po shkojmë edhe ne, po i shihni statistikat, dominimi Prishtinës në kërcime dhe në asistime, në topa të vjedhur dukshë më i mirë Vllaznimi, i cili pra i ka shfrytzuar këto topa të humbura të Prishtinasve, 3 topa të vjedhur, i ka konkretizuar. 6-0 është në realizimin, konkretizimin e topave të humbur të kundërshtarëve. Sa i përket pikëve të shënuara në trapez në këtë zonën e lyer, 22-22 absolutisht janë të barabartë. Prishtina më e mirë në realizimin e tresheve, 4 treshe të Prishtinës, vetëm 1 treshe e Vllaznimit nga trama e tentime, këtu janë shumë të dobët, vetëm 7% efikasiteti. Në dyshe janë të barabartë, nga 11 pikësha i kanë realizuar të dyja skuadrat, mirë po ajo ku Vllaznimi po e mban hapin dhe është i mirë, janë gjuajtjet e lira, 70% të efikasitetit, 10 nga 10 tentime, 7 gjuajtjet e lira i ka realizuar Vllaznimi, ndërsa pikë neuralgjike, pikë dobët e Prishtinës janë pikërisht gjuajtjet e lira, 2 nga 7 tentime, vetëm 2 gjuajtje të lira, 5 të huqura në pjesën e parë, çka është shumë më shumë. Sidoqoftë, shohim se çka do të ndodhë në pjesën e dytë. Shkojmë një pauzë 10 minutë para se të kthehemi përsëri në Shani Nushi në duelin i cili e ka hap tashmë xhiron e 20 të Pro Credit Superligës.